Pas bllokimit të disa segmenteve të rrugës së Kelmendit për shkak të dëborës dhe akullit duke filluar nga Hotje deri në Vërmosh, në orët e drekës gjendja është normalizuar. Kështu bëri të ditur nga Qafa Predelecit, nën prefekti i Malësisë së Madhe, Hysen Hysaj. Derisa po monitoruam rrugën, faktikisht ka pas probleme kjo rrugë gjatë natës, duke qenë se temperaturat janë kanë deri -13 gradë dhe ka një pothuajse që efekte si ka skripa, por sot është totalisht rruga nga Tamara deri në Vërmosh është e hapur. Hysaj tha se pavarësisht se borpastruese do të qëndrojnë në terren, sidomos gjatë natës, drejtuesit e mjeteve duhet të tregohen të kujdesshëm. Duke qenë se këtu pika ku ndodhemi tani është Qafa e Predelecit, e cila është 1400 metra në nivelin e detit, dhe gjatë natës tu vazhdon ngricat, nga shiu, sa jetë ngric, dhe ju bëj thirrje që gjatë natës nuk duhet të lëvizin vetëm për raste emergjente, edhe atëherë me goma dimrore dhe me zinxhir. Qarkullimi në rrugën e Kelmendit nisi të vështirësohej 48 orë më parë pas rifillimit të rreshjeve të dëborës dhe ngrirjes së akullit. Bllokime më të shumta ka patur sidomos në aksin Sels, Qafa Predelecit, Vërmosh, por pas ndërhyrjes së firmave të mirëmbajtjes u arrit hapja rrugës.